bjen koka poshtë, edhe nga koka helmeta e godet agimin. Aja goditje e rikthen agimin, aja trembje e ti me rikthen edhe mu, dhe e kuptojmë se ne jemi në situatë shumë të keqe. Atë që po e përjetonim ne, po e përjetonin të gjithë ushtarët. Atë mbrëmje, do thotë aty në pozicion kemi qenë gjithsej të 16 veta. Kujtimi, që mu më ka lanë përshtypje e cila nuk do të harrot kur. Që e kam komentu me meqtë e mi, dashamirët e mi, bashkëftarët e mi, të cilët nuk kanë qenë dëshmitarë të ngjarjes. Për kundër që vetë ishte të njëjtën situatë si ne. Gjvesh gjaketën, vendoset prapa agimit, edhe gjaketën ja hodh sipër krave. E mbulon agimin edhe me një gjaket. Duke e rreziku, do të thotë shëndetin e vetë. Edhe me trupin e tij e përthekon agimin që me temperaturën e trupit mbi dhan ngrohtësi agimit. Ashtu kemi qëndru disa minuta, derisa kemi marrë një vendim. A do e kalojmë atë natë në atë gjendje, e cila nuk garantonte që të nesërmen do të jemi të aftë, të vazhdonim, ndoshta dikush mundet edhe me humbi jetën, apo të rrezikojmë edhe të vendosemi në një, si me quajt, vend banimin i improvizum, si ato shtëpizat e maleve, por komplet i hapur në drejtim të forcave serbe. Ishte rrezik shumë i madh mu vendosin atë shtëpiz, se nëse ne zbuloheshim se jemi aty, mjaftonte me një armë antitank, do thot komplet njësiti jo me u neutralizu. Edhe kemi diskutu me agimin. Ne mund të qëndrojmë, të përballemi me të ftoftin, apo të rrezikojmë të vendosemi në atë shtëpiz. Agimi thot, Anton, ma mirë me vdek nga RPG-a se sa nga ftofti. Edhe kjo ka mjaftu që t'jap urdhër të gjithë ushtarët të vendosemi në atë shtëpiz. Shtëpiza ishte e vogël, jo e mjaftueshme për të gjithë. E di se 3 bashkëftarët mi jenë vendosë në shtëpizën e qenit ushtarak i dresum për patrullimin e kufirit, por gjymtyrët i kanë pas jashtë. 3 veta në vendosë aty. Një pjesë jemi vendosë në shtëpiz, kemi organizu sigurimin e perimetrit afërt, edhe me ndrime me kalu natën. Të nesërme në mëngjes, kur ka zbardhë, edhe ishte vranësi e madhe, po për disa sekonda është paraqiti dielli edhe ka ndërpërtu rrezet e diellit edhe e ka ndriçu rasën e Kosharës. Ka qenë një ndjenje e veçantë. Ato që nuk i kanë kalu në për këto situata, ndoshta e kanë vështirë me kuptu çka do të thotë ngrohtësia nga rrezja e diellit. Edhe forcat serbe bënin rezistencë shumë të fuqishme. Ato ishin përgatitur mirë, me sistemet mirë armatimi, numër i mjaftueshëm, fushat e minume, hendeqet, fortifikimet, telat me xhemba, senzorat të ndryshëm, mbështetjet fuqishme artillerike, me forcat e veta, nga thellësia e tjera. Kështu që u vendos që ne nuk mundemi edhe një natë me kalu në për të njëjtën situatë. Ne duhet me dhanë goditje më të fuqishme, edhe aja kazermë duhet brenda ditës të mirët. Edhe forcat të cilat kanë qëndru një natë në ato pjesë alpine, çka ndodhi më pastaj? Atë ditë ne kemi marrë kazermen. Ne kemi marrë kazermen, një siti diverzant të vëzhgus Kobra, një siti cili pari, ka hyrë në objekt, kanë bërë kryer në objektit, kanë eliminu forcat serbe, i kanë zhvendosur nga aty, me gjitha ato pengesat probleme. Lutem, do vjedhe të kujtimi. Po se e zgjatëm shumë, komandant, po. Lutem.
e kemi marrë kazermen, kemi qëndruar Po e tha më aty, po. po, të nesërmen. Dikon rreth ora 8, sipas planit, Po, zgjatë shumë po. me agimin, përshëndetja fundit, edhe urimi që të shihemi në një pozicion afër fshatit Botush, sipas planit, edhe agimi niset prap në rast Kosharës, në krahun tim të Majtin. Unë kam vazhduar në luginën e Kosharës, pranë Prockës Gusha, ku janë sot varrezat e dëshmorëve, edhe më kujtohet kujtimi që e shoh për krah agimit, edhe ishte një ndjenje e sigurie, pasi isha dëshmitar i aktit tij, kujdesi tij me shëndetin e vet, me trupin e vet, me mi dhanë ngrohtësi agimit, isha e bindur se afër e ka një luftetar, e ka një trim, e ka një djalë i cili edhe me jetën e vet është i gatshëm me mbrojt komandantin. Nuk i kam ditë raportet, nuk i kam ditë sa ngjihen, nuk i kam ditë relacionet familjare e tjera. Por jam nisë me një siguri shumë të madhe.